A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Po filloj me ligjëratën e 55 të shpjegimit të veprës Meraki el Felah, Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit rahimahullah. Në ligjëratën e fundit kemi folë për kushtin e parë, kushtin e vlefshmërisë së namazit të xhamas. U thom se prej kushti i parë ishte el mesru ose vendi ku duhet të falet xhamaja duhet të jetë vend banim ose qytet. Kemi ardhur deri te kushti i dytë që e përmend Imam Shrumbulali, thot wa thani min shuruti siha, kushti i dytë prej kushteve të vlefshmërisë së namazit të xhamas është an yusalli bihim sultanun, që namazin e xhamas të ua fal udhëheci, sultani. Tani ki e përmend nocionin sultan, sepse ki ka jetu në kohën e sultanëve, në kohën e Osmanlive. Imam Shrumbulali ka jetu në kohën e rreth vitit 1000 hijrije, do thot 900 diçka dhe vitit 1000, këtu ka jetu dhe në atë kohë kanë periudhën e Osmanlive, para 450 viteve parafërsisht. Për atë arsye, sigurisht ki për atë arsye përmend sultanit, mund të jetë khalifja diku të gjanë në literaturë, mund të jetë emiri, mund të jetë imami, mund të jetë, s'ka rëndësi, po bëhet fjalë për udhëhecin islam. Min shuruti sihhati an yusalli bihim sultan, prej kushteve të vlefshmërisë së namazit të xhamas është që namazin e xhamas të ua fal sultani, pra udhëheci islam. Anil Hasan radiallahu anhu qal arba'u ila sultan. Hasani radiallahu anhu ka thonë 4 gjëra lidhen me sultanin, me emirin, me udhëhecin. Cilët janë ato? Es-salat, wa zakat, namazi, zakati, el-hudud, haddi, zbatimi i sanksioneve të përcaktuara, hudud, për shembull haddu zina, haddu shurbul khamr, kështu me radhë, wal qada dhe gjykata. Nuk janë pra këto që çdo kush mundet me u përzi me këtë çështje, por këto 4 çështje janë në kompetencat e imamit Musanefi ibn Abi Shaybës, 2385 gjendet e theri ose hadithi. Imamen fiha, yani an yusalli bihim sultanu imamen fiha, që imam i namazit xhamas të jetë udhëheci. Sidomos duke marrë parasysh atë që e tham në ligjëratën e fundit, nëse ju kujtohet, se namazi xhamas falet në një vend, në një qytet. Au naibuhu, ose zëvendësi i sultanit ose i udhëhecit, ose i autorizuari i emirit. Yani men emerahu bi iqametil gjumua. Pra, sultani, udhëheci, njeriu i parë, ose ai i cili është urdhëruar, ose është autorizuar prej imamit, zëvendësi i tij, men emerahu bi iqametil gjumua, li taharruzi an tawfitihima bi qat'il itma. Sepse ki e bjen arsyetimin këtu. Thot, falsi duhet jetë udhëheci, ose personin që e autorizon, ta themi, që e dekreton udhëheci për me fal namazin e xhamas. Pse kështu? Thot, për shkak që të ndërpriten orekset e njerëzve që të dalin për namazin e xhamas. Nuk ka kush, për shembull në xhamit e na, janë 10 hoxhallar, 10 vetë që din me fal namazin e xhamas. Po nuk ka të caktuar. Edhe kështu që gradualisht lind një konflikt mes neve, jo po unë du me fal, po unë du me fal. Por me likatin nizaat, për të ndërprer këto, e cakton njanin udhëheci, thot ky është kompetent për këtë. Walahu istinabetun. Walahu istinabe. Istinabe zavendësim. Ta marrën kushtet rrethanët sodit.
rrethonat sodit, çdo kush që ka dekret, çdo imam pra, jo çdo kush, po çdo kush e ka fjalën të imamët, të xhallarët. Çdo imam që ka dekret nga institucioni, pra nga Bashkia Islame në këtë rast, konsiderohet se ka leje dhe është i autorizuar për faljen e namazit të xhumas. Okej, kjo është e qartë. Unë nuk jam imam. Unë, si Jusuf, nuk jam imam. Unë nuk kam dekret. Nuk kam autorizim për institucionit që jep dekrete për të falë namazin e xhamatit, namazin e xhamatit. Unë e kam të ndaluar që të dalë dhe të afali njerëzve namazin e xhumas. Kur më lejohet mua, mu më lejohet, thot, walehu el istinabe, nëse njeriu i autorizuar për atë punë më jep leje mua. Pra, kam shku me një xhamat. Imami shka ka dekret për të falë namazin e xhumas. Ka pa mu si hoxh, donë me më respektu, me më qitë imam me a falë namazin e xhumas? Okej, ka të drejtë të më autorizon ki mua. Po unë pa autorizimin e ti, nuk kam të drejtë të dal imam në namazin e xhumas për dallim prej namazeve tjera të rëndomta. Për këtë pëtë, hualehul istinabe. Pra, ka të drejtë që ky i dekretuari të autorizon dika tjetër për të afal namazin e xhumas. Wa in lam yusarrih lahu bis sultan dilalatan bi udhrin aw bi ghayri udhrin hadarun aw ghaibun anhu. Edhe pse në dekretin që e ka imami përcaktuari prej sultanit për me fal xhuman, në atë nuk shkruhet qartë. Nuk shkruhet se ti ke të drejtë të japësh dikuj, ta nderosh dika të qesësh imam xhama. Nëse shkruan, okej, po edhe nëse nuk shkruan, në mënyrë të qartë, ka të drejtë imami, pra i autorizuarit të autorizon dika. Bi udhrin e u bi gajri udhrin, me arsjetim, ose pa arsjetimi, hadaran, kur është prezent, e u gaiben in gabe anhu, ose kur imami nuk është në xhami hiç. Për shembull, më thot mu imami i një xhamie të zam, duke e ditë se Jusufi është i lirë, ditën e xhumas, si teolog, si hoxh, thot Jusuf, unë kam një punë me shku diku, kam me shku të mjeku, kam me shku misafir, a mund që ti të autorizoj unë të vish të afalesh xhamatit tem namazin e xhumas, dhe unë e pranoj, këtë drejt e posedon imami. Po edhe nëse shkoj unë misafir dhe imami është ati hadarën, apet ka të drejt, po edhe kursa është ati hish në xhama, ka autorizu mu, shkon edhe këtë të drejt e mban imami. Mirë po thot, këtu e kushzojnë djetarët Hanefi, thojnë, bisharth in sema e khutba, me kusht nëse e kam dëgju khutbën. Pra, kur kam shku unë në xhami, po e marr shembull vetën gjithnjë, kam hinë në xhami, e kam dëgju khatibin. Do e bë khutbën, dhe khatibi ka qeft, ma ban një nder, një respekt, ka arë një djetar, ka arë hoxha i vetë, ka arë mësusi i vetë, ka arë një autoritet prej dika. Edhe ti, do në me abo një nder, thot kushzohet që ki ta ketë ndëgju khutbën, mëse ka arë në qatë moment prej jashtë, Hanefit thujnë, edhe pse, e ulavije për parësia për dal imam namazin e xhumas është e khatibit, personi që e mban khutbën. Prandaj është gabim, madje thonë disa është me kruhi të nzihen, që khutbën të mban tjetër, e imamllëkun të mban tjetër. Pra çaj khatibi është e preferuar dhe me prioritet, e njëjti khatib që ka e mban khutbën të falë edhe namazin e xhumas. وإذا سبقه الحدث فإن كان وأما
idha sabaqa ul hadath, nëse khatibit i prishet abdesi, imamit, fa in kana ba'da shuru'ihi fi salat, fa kullu man salaha imaman saha istikhlafuhu. Nëse imami i rregullt ka dalë në mihrab dhe a lidh namaz, e ka këndu Fatihan, ose në gjysmë Fatihas, i prishet abdesi, çfarë bën? Imami largohet anësh. Imami largohet anësh në momentin kur i prishet abdesi, largohet anësh. Vjen imami i dytë, që është pas imamit, es një hap të para dhe vazhdon namazin aty ku e la imami i parë. Në këtë rast, nëse abdesi ju ka prish mrenda namazit, lejohet, s'ka lidhje më kush është ke. Kush lejohet me dal imam? Kullu men salaha imamen, çdo kush që vlen, që i plotson kushtet e imamit, mund të del imam. A është misafir, a është me leje, a është pa leje, saha istikhlafu. Idha kana qabla ihramihi, nëse imamit ju ka prish abdesi para se me fillu namazin e xhamaz, para tekbirit, li salat ba'da al-khutbati, mas hutbes, para se me fillu namazin ju ka prish abdesi. Fa yushtaratu an yakuna al-khalifatu qad shahida al-khutbata aw ba'daha. Thot ai që do të zaventson imamin në këtë rast, kushtëzohet, pra zaventsuesi kushtëzohet që ta ketë ndëgjuar hutben ose një pjesë të hutbes. Pra, ky është kushti se kush ka të drejtë të pri në kohët e namazit të xhamaz. Kushti i tretë, vaktu dhuhri, pra koha e namazit të xhamaz. Koha e namazit të xhamaz është vaktu dhuhri, koha e namazit të drekës. Mu pram ka pyet dikush prej jashtë, madje në Amerikë, i falin namazin me një qytet, nuk e di ku ishte, i falin 2-3 herë namazin e xhamaz. Falin 2-3 herë xhamatët. Thot, por nuk e di, thot, njeni namazin e parë xhamaz e falin para kohës së drekës. Çka mendon ti? Tham, ti se në ndalon, se nuk është xhamati joni, nuk është xhamati joni shqiptar, është xhamati përzimat, ja arab, pakistanes, ku e di unë. Ti se në ndalon atë. Sipas neve nuk lejohet falja e namazit të xhamaz para kohës së namazit të drekës. Dhe i tham atij që është mirë që ti tani tutje të falish namazin e xhamaz në grupin e dytë që është brenda kohës. Kur e din se nuk lejohet, mos shko me e fal. Ose për ndryshe e fal namazin e drekës, sepse kur bjen dreka, kur bjen xhamaja, zëvendësohet me drekën. Pra, vaktu dhuhri, koha e namazit të drekës, e njëjta kohë është koha e namazit të xhamaz. Li qauli sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Idha malet ash-shamsu fasalli bin-nas." Kur fillon dielli të anon ka del pi zenitit ma. Këtë fillon koha e namazit të drekës. Fasalli bin-nas, falja njerëzve, fasalli bin-nas el-jum'a. Thot, kur fillon dielli të kalon prej zenitit, drejt perëndimit, falja u njerëzve namazin e xhamaz. Hadithin e transmeton Anas ibn Malik radiallahu anhu në Sahihun e Bukhariut, në Sunenin e Tirmidhiut e kështu me radhë. Fala tasihhu al-jum'a qablahu, falja namazit të xhamaz para kohës së zenitit është i pavlefshëm. Wa tubtilu bi khurujihi, edhe prishet namazi i xhamaz me daljen e kohës. Je duke u fal, të ka zonë namazi i xhamaz, namazi i qindijës, duke e fal namazin e xhamaz, tubtilu, prishet namazi i xhamaz, duhet falet dreka. Li fawati shart, pse prishet? Sepse është prish kushti. Li fawati shart për shkak të humbjes së kushtit. Kushti i katërt është el khutbatu walau bil farisiyati min qadrin ala al arabiyya,
sipas e mendimit të Ebu Hanifes dhe Imam Ebu Jusufit, kushti i katërt për vlefshmërinë e namazit të xhamas është hutbja. Pra hutbja është kusht i vlefshmërisë, shmishrutis siha. Edhe nëse bëhet në gjuhën, ky thot persishte, po ju llogaritni në gjuhë tjetër, jashtë gjuhës arabe, edhe për atë i cili ka mundësi, të bëj hutben në gjuhën arabe. Pra, nëse e ban hutben thjesht vetëm në gjuhën shqipe, sipas mendimit të, po e marr shqipën tash se ne jemi shqiptar, të thuj bosnjakisht, anglisht, turqisht, pra plotësohet kushti i hutbes. Hutbja dhe namazi xhamas është e vlefshëm. Edhe pse hutbja pastaj ka sunetet e veta, se cila është sunet, ajo është çështje tjetër. Po nëse e bën vetëm gjuhën shqipe, hutbja është e vlefshme, namazi është i vlefshëm, po i ka ato mangësijet e veta që e dëmtojnë. Ajo është çështje këtë tjetër. Po yushtaratu li sihhati al-khutbati fi'luha qablaha, kushtohet që hutbja të jetë e vlefshme, është që hutbja të bëhet para namazit të xhamas. Kema fa'alahu an-nabi. Ashtu si që ka bo pejgamberi alayhis salam. Jo dini se në fillim hutbja është mbajtur mas namazit të fillim të islamit, kur është bë farz namazi i xhamas, namazi i xhamas është bë farz në Mekke, për zbatimi i saj të falet namazi i xhamas, ka filluar në Medinë për shkak të mungesës së kushteve që kanë qenë në Mekke. Dhe në fillim, në fillim të obligueshmërisë së namazit të xhamas, hutbja e xhamas është mbajtur mas farzit të xhamas, derisa ka ndodhur ai rasti kur ka ardhur karavani me tregtina të vitet e thata dhe pejgamberi ka qenë në hutbe dhe kanë vrapu xhamati mas karavanit për shkak të nevoja, wa tarakuka qaima, dhe të kalon ti duke qëndruar në kamp. Ka mendime se jo kanë ngel aty 12 vet, jo kanë ngel 14, s'ka rëndësi, me rëndësi. Prej këtij momenti, xhamat tjera prej aty e këndej namazi hutbja e xhamas mbahet para farzit të xhamas, dhe kjo është tani kusht i vlefshmërisë. Idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au. Kur thirret idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah. Këtu përmendet muezini. Se idha nudiya men alladhi yunadi. Muezini, kush thirr për namaz? Muezini. Pastaj dhikri është hutbja këto. Është khatibi. Pra, kur thirr muezini, braktisni, leni punët tuaja, shkoni dhe ndëgjoni pra hutbën. Kjo do thot bëhet para namazit të xhamas. Kema falu nabi, çashtu që ka bëu pejgamberi alayhis salam. Bi qasdiha, kjo është shumë interesante. Bi qasdiha. Nëse fjalimin çka e merr, çka e thot khatibi në hutbe, çka të folën në hutbe, e ka me qëllim të hutbës, nuk e ka ndonjë qëllim tjetër. Yani thot law atasa al-khatib fa hamida li atisihi. Nëse ka tesh khatibi, ka tesh, edhe ka thënë elhamdulillah. Kjo fjalë elhamdulillah është pjesë e hutbës apo jo? Nuk është pjesë e hutbës. Pse? Lem yaqsid al-khutba. Ai s'ka pas për qëllim këtë hutbën, por është gjë tjetër që ka ndodhur me wala yanubu anil khutbati. U fi waqtiha
Dhe kusht i hutbës është që hutbja të jetë fi vaktiha, në kohën e namazit të drekës. Pra, nëse hutbeja bëhet para kohës së namazit të drekës dhe xhumaja falet pasi të ketë hyrë namazi i drekës, namazi i xhumas është i pavlefshëm. Pra, edhe njerë, nëse hutbja është mbajt para zenitit dhe namazi i xhumas është falë mbasi që ka kalu dielli nga zeniti, pra ka një kohë e namazit, namazi i xhumas është i pavlefshëm, sepse prej kushteve të hutbës është që të jetë mbrenda kohës e namazit të xhumas. Lil ma'thur wa huduri ahadin lisimaiha. Dhe prej kushteve të vlefshmërisë është që s'paku një njeri prej xhamatit të ndëgjon hutbën. Nëse vetëm khatibi ka po pas një xhamat, hutbja dhe xhamaja përrjedhoj janë të pavlefshme. ولو كان أصم أو نائما أو بعيدا. Nëse qoftë një xhamat që e ka ndëgju hutbën që është në xhami, khatibi duke e bë, dhe në fund hutbës kanë ardhur edhe 3 tjerë, namazi i xhumas dhe hutbja është e vlefshme. Po çka nëse këtë xhamati është një xhamat dhe kjo është shur nuk e ndëgjon hutbën se ka ndëgju? Është prezent, për s'ka ndëgju gjë. Thot, walau kana asam. Edhe nëse është i shurt e ka ndëgju hutbën, ai e ka këshir imamin me vetën, ai ka qenë prezent. Imami, khatibi, nuk është kusht të dinë se kja ndëgjon apo s'ndëgjon. Ose ka ardhur aty në poj, ka flet, e ka zonë xhumi. Ose është larg, se ka ndëgjuar atë çka flet. Normal se flitet për rrethanat të kohës kur s'ka pas mikrofon, ajo sikur të na tash ti shesin mend mikrofonët. Naiben e ubejdi bimen tunakidu bihimul gjuma, fe jekfi huduru abdin, pra mjafton që tjetë një rob, au meridin i sëmuri, robi, au musafir. As njoni prej këtyre, as i smuti, as robi, e as musafiri se kanë farz gjumon. Se kanë farz, në parim. Por nëse janë në xhami, mund të falet xhamaja vetëm me ato. Dhe nëse njeni prej tyre ndëgjon hutbën, namazi i hutbës, vlefshmëria e hutbës dhe e xhamas është në rregull. Walau kana junuban idha hadara ghayruhu aw tatahhara ba'da al-khutbati tasihhu al-jum'atu bihi. Madje thot edhe nëse ai që e ka ndëgju ka qenë i papastër, ose ka qenë xhunub ose pa abdes, dhe e ka ndëgju hutbën, pastaj pas hutbës është pastruar, hutbja është e vlefshme me ndëgjimin e tij. Wala yushtaratu sima'u jama'atin, pra nuk është kusht që hutbën të ndëgjoj një numër i madh i xhamatit. Fatasiul hutbatu walau kana al-hadiru wahidan e thamket. Wa ruwiya an al-imam wa sahibihi sihhatuha wa in lam tahdur ahad. Ki sahibihi, kush do t'jetë ki? Ka thot një transmetim prej imamit Ebu Hanifës, pra, se nuk kushtohet dëgjimi i hutbës prej xhamas. Transmetim tjetër thot ka prej imam Ebu Hanifës se namazi i xhamas dhe hutbja është e vlefshme wa in lam yahdhur ahad, edhe nëse kurkush nuk është aty. Kjo është transmetim. Nuk është i vërtetuar. Sa është i sakt, Allahu alem. Ajo çka është e sakt, walau wahidan. Wa riwayatu thani anhum yashtaritu huduru wahid, wa huwa sahih. Pra ka një mendim që thot prej imam Ebu Hanifës që edhe nëse asnjë njeri se ka ndëgjuar, hutbja është e vlefshme dhe përjedhoj xhamaja është në rregull e vlefshme. Por ki ngel në suazat e një transmetimi të pa vërtetuar,
Kurse transmetimi i dytë që thot poshtë nga imami dhe imam Muhamedi, thot yushtaratu huduru wahid. Spaku një xhamati wa fi sahih wa hadu fi sahih, kjo është sipas mendimit të saktë. Wala ويشترط أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل وقاطع. Prej kushteve të khutbës është që mes khutbës edhe faljes së namazit të mos bën ndonjë veprim, të mos hanë ushqim, të mos bën veprime të mëdha, të cilët nuk janë pjesë të namazit. Pra, as sa zbret khatibi, shkon deri te mihrabi dhe menjëherë e ban veprimin pa ndërprerje. Nuk ka ndonjë të ban një pauz, ka dalë pak, hajde të ham pak, bëna i ka një lokum, shembull, të ham diçka, të bëjmë pak muhabet tonë të falme se kemi bërë hutbën. Jo. Prej kushteve të vlefshmërisë është që të mos ban ndarje mes të hutbës edhe faljes së namazit të xumës. Wal khamis, dhe kjo është po mduket e parafundit, min shuruti sihat al-juma al-idhnu al-aam. Prej sharteve të vlefshmërisë, këto ishin 6 që i përmendëm. Kushtet e vlefshmërisë së hutbës. Kjo është el-khamis, kushti i vlefshmërisë së namazit xumës. El-idhnu al-aam, leja e përgjithshme. Kedha fil kenz ad-dakaik. Kështu thuhet në librin e Kenz, li annaha min sha'air al-islam wa khasa'is ad-din. Sepse namazi i xumës është prej simboleve të islamit dhe specifikave të fesë. فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم. Pra këto duhet janë vende publike dhe të përgjithshme. حتى لو غلق الإمام باب قصره أو محل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجزه وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت. Leja e përgjithshme. Falet namazi i xumës në këtë objekt, dyert e objektit janë të hapura, ka të drejtë të hynë me fal namazin e xumës secili musliman që dëshiron të hynë të e fal namazin e xumës. Ki thot, nëse imami, pra udhëheqësi, e mbyll derën e kasrit, pallatit të tij, pallatit po i them presidencial, e mbyll derën e tij dhe nuk lejon njerëzit me hi, por në atë xhami që është brenda asaj rezidence, e falin vetëm njerëzit e rezidentës, fa salatuhu batil, namazi i tij është i pa vlefshëm. Këtë problem kush ka qenë nxënës të medrese, e kam pas unë me shok, e kemi trajtu disa herë, dhe ju e dini se në namazin e medresës, xumën kur e kemi falë medrese, ka pas fqinj, ku ishi dera akon qelë gjithmonë kanë arë njerëz për jashtë. Për fshatit, për Kondovës, gjithmonë ka pas 2-3 kohë, kush ka dashtë. Ka pas njeri prej Sarajt, për hirt në medresës, për qefin e medresës, të shkoj të fali xumën, namazin e xumës të medrese. Dyert i kemi pas hapura. Ka qenë njerë polemizue se kjo, a duhet të lejojmë njerëzit, dhe unë atëherë u kam thonë. Po që se ne e mbyllim dyert e medresës dhe nuk i lëm të tjerët me hi këtu, namazi jonë është batil. Namazi jonë është i prisht, sepse dera prej kushteve namazit xumës të vlefshmërisë është që dera duhet jetë e hapur. Po e mbyllë derën, edhe ai që ka met pa namaz për jashta, edhe këto që e kanë falë mrenda namazin e xumës, edhe për këto namaz xumaja nuk ka. Prandaj namazi dyert e xhamisë nuk guxojnë të mbyllen. Ka ndodhur edhe në stacionet tona, që disa të mençur kanë falë namaz xhumaja mrenda një stacionit, pra mrenda bashkisë islame,
Dhe u kam tërheq vërejqen. Dhe u kam thënë, nëse doni që të falim namaz xhumë, këtu qeli dyrti për jashtë, ka xhamat që po falen për jashtë, në shit vinë falen këtu. Jo po, kjo salatu u batil. Nuk po e them unë këtë, po e thonë dietarët. Hukmi është kështu. Wa in adhana lin-nasi bid-dukhul, mirë po, nëse i lejon pra njerëzit me hin xhami, fihi sahat, namazi është i vlefshëm. Lakin لم يقضي حق المسجد الجامع فيكره ولم يذكر في الهداية هذا الشرط لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية إنما هو رواية النوادر. Në librin El Hidaje, të Imam Marginanit po thot, Shërbulali po thot çashto, ne nëse dojmë mund ta vërtetojmë, thot në Hidaje nuk përmendet ky kusht. Shërbulali po thot, Sahibul Hidaje, autori i Hidajes nuk e përmend këtë kusht, liannehu sepse ky kusht gajru medhkur fi dhahiri rivaje. Ky kusht nuk përmendet te librat e quajtur dhahiru rivaje, innema huwa rivayetun nawadir, por se është në librat, në veprat e quajtura e nevadir, pra të librit ose të kategorisë së dytë. Dhe kushti i 6 është el ijtima ose el gjemaatu. Prej këtu ka një, unë po hiqëm prej kësaj, sepse kita që trajton një problematik, trajton Imam Shërbulali, ka jetu në Egjipt, në Kairo, dhe është interesant se e trajton një problem të xhamisë që është në kalan e Egjiptit. Në kalan e Egjiptit, kush e kon pa, dhe thot nëse imami, a ju dheci e kam shel derën e kalan s'ka poshtë, a ka xhama, s'ka xhama, dhe këtu ka disa polemike, po është rast specifik, ne nuk jemi shumë të interesuar për raste specifike, prandaj po e te kaloj atë, këtu edhe pse të përkthimi që është. Dhe me që ne edhe ashtu, edhe kështu nuk do të mund të përfundojmë namazin e xhamas, sigurisht kemi edhe 1 ose 2 ligjërata, ne po e përfundojmë këto me kushtin e 5 të namazit të xhamas, e cila ishte el idhnul am, pra leja e përgjithshme për faljen e namazit të xhamas. Dhe deri në ligjëratën tjetër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.